në një ditë të vetme. Kemi fundin politik të Bajram Begajt, edhe në sytë e publikut, edhe të atyre që le themi jo e kishin vlerësuar, po e kishin injoruar, se kështu ka qenë mbijetesa e zotit Begaj, fatmirësisht nëpërmjet injorimit. Kemi ndarjen përfundimtare Veliaj Rama, që nuk e mohon dot më as Veliaj dhe tani me gjithë përpjekjen e tij të dëshpëruar. Pse ky nxitim? Ke edhe një fund tjetër që është shumë i rëndë për Iris Vërtetës, që u dekretu me ligj, ke edhe fundin e Republikës. Automatikisht jemi futur me vendimin e dieshëm të presidentit të Republikës, që është shumë e rëndë për Iris Vërtetës, dhe këtu duhet futet Partia Demokratike si forca më e madhe opozitare, vend, sepse shqiptarët i kanë dhënë 550.000 vota dhe ka detyrimin për t'i dhënë shqiptarëve ose për t'i kthyer pas besimin e tyre. Dhe kjo është një detyrim që Partia Demokratike nuk mund ndali dot, edhe nëse mund të ketë dëshirë, është e dënuar për t'i shkuar këtij lloji besimi, shprese, sepse 550.000 vota në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë janë përfaqësuar vetëm 50.000 persona, 50.000 demokrat. 500 tjerë presin nga ajo logo se çfarë do bëj për Shqipërinë. Presin mesazhin dhe realisht presin reagimin. Partia Demokratike është detyruar. Pra, Bajram Begaj ka vulosur rënien me ligj, me vull përballë gjithë shqiptarëve, pra e ka futur Shqipërinë shoqërinë e një autokrati. Kemi një instrumentalizuar një autokrat në Shqipëri me ligj. Sepse Republika parlamentare dhe demokracia si sistem ka pavarësinë e institucioneve. Në thelb madhështia e demokracisë është pikërisht institucionet kontrollojnë njëra tjetrën. Dhe veprojnë brenda autonomisë tyre, brenda kuadrit ligjor. Kjo gjë ka humbur. Kemi vullnetin e një individi i cili është në krye, që është ndroi edhe Kuvendin e Republikës në një zyrë notariale, bëri edhe presidentin e Republikës në një zyrë notariale, dhe tashmë e ka shndruar Republikën sipas orekseve të tij. Kjo është e pafalshme. Atëherë pyetja që shtrojnë, shoqëria, grupet emancipuara, mediat, njerëzit e lirë në këtë vend, edhe ata demokratë cilët po i bëjnë rezistencë të paimagjinueshme prej 12 vitesh kësaj qeverisje, është çfarë do bëjë kjo? Si reagojnë? Si do reagojnë? Sepse Partia Demokratike i dha Shqipërisë një akses shumë të madh, ose i dha një dhuratë shumë të madhe Shqipërisë, që këta e nënvlerësojnë. Në thelb rueti, veçanërisht tani duhet ta them, e bëri lideri i Partisë Demokratike bashkë me një grup njerëzish fillimisht me 5 persona, pastaj rritën e ban e zmadhun, bërë një lëvizje, u institucionalizuan, demokratët zgjodhen ato që deshën, por ama bëri një gjë, ruajti pluralizmin shoqërinë shqiptare. Sot imbjetuam rastësisht aty nga fundi. Sot shtrohet pyetja se ju thatë Avdiq Velia, Avdiq pak rëndësi ka këta. Çfarë vlerë ka Arjon Veliaj në qoftë se nuk do të ishte pushteti Edi Ramës dhe Edi Ramës? Vlera vetëm Veliaj thotë është nëse flet, se nuk ka vlerë ka. Po në qoftë se do ketë kurajen për t'i dhënë vlerë vetës ai të pakmen për herë të fundit të tregojë 2-3 gjëra ose të pakmen me ca dokumente. Ta marrë me vete. Ta tregojë realisht se kush është ky individ, kush është kjo politik. Pjesa tjetër s'ka vlerë fare. Një administrator më pak, një administrator më shumë. Absolutisht. Kjo është sekretari i Ramës së Bashkisë. Ne jemi përballë Edi Ramës. Ata do të jenë administrator të gjelbrim pyllëzimit, pastrimit, kanalizimit ujrave të zeza dhe të pastra të kryeqytetit të Shqipërisë. Kaq do të jenë këto. Ne flasim për te. Dhe për te është Edi Rama. Betejë sot e 9 nëntorit është betejë me Edi Ramën. Pra, me që e thatë këtë fjalin e fundit dhe vi vlen për të dy kjo pyetje. Sipas jush, PD-ja duhet futet në këto zgjedhje? Pra, pa u sqaruar 11 maj, që është akoma më makabër, duhet t'i qaset 9 nëntorit apo bën gjën e dur në këto momente duke garantuar që do marrë pjesë dhe pastaj flasim edhe për mënyrën se si po futet nëpërmjet diskutimeve me aleat. Unë mendoj që Partia Demokratike, duke qenë jo rastisht e theksova që në kryet herës 550.000 vota, qytetar shqiptar, është e detyruar për t'i dalë zot mendimit ndryshe. Është e detyruar. Nuk është ideja që a duhet të prodhoj fitore Partia Demokratike. Jo, mund prodhoj vendime të mira. Mund të rritet, sepse nuk mund zvoglohet më Partia Demokratike. Vetëm do rritet. Dhe gara rrit, gara prodhon idenë, gara prodhon liderin, gara prodhon edhe humbjen, po pa diskutim prodhon dhe fitoren. Pra i kenë tavë. Po këtu nuk po flitet se ne këtu është një oligarki e kapilarizuar në mënyrën më të fuqishme, siç e bëri dhe Departamenti Amerikan i Shtetit, që do thotë e ka përmbysur konceptin e një shoqërie të lirë.
Prandaj Partia Demokratike duhet ta marrë vetë mbi shpatlla këtë kosto. Dhe të përballet ashtu siç takon se shqiptarët i kanë dhënë të drejtën për të përballur asaj. Nuk ja kanë dhënë të drejtën sa anonimëve, të cilët s'kan as 3 njerëz, as 3 struktura në kryeqytet as kudo, dhe jo mushmenja që janë politikan, edhe të përcaktojnë rrugtimin dhe opozitarizmin në shoqërinë shqiptare. Jo, shqiptarët kanë zgjedhur Partinë Demokratike, liderin e saj, në krye dhe strukturat e saj, për të ballafaquar me këtë republikë, me këtë oligarki. Dhe Departamenti Amerikan i Shtetit ta theksoi shumë mirë klimën e biznesit ku e ke. Për herë parë futi konceptin e oligarkisë në raport, që është gjëja më tragjike që mediat shqiptare nuk janë marrë me këtë, nuk e kuptojnë ndoshta çfarë do thotë oligarki. Filozofikisht, por kjo është nuk ka gjë më të dhimbshme, më të zezë për Shqipërinë. Dhe Partia Demokratike tashmë duhet i dali ballas kësaj gjë. Si mund të negociojë Partia Demokratike me kandidat jo politike? Disha do të thotë këto janë dhe idiota se macarojnë. Po jo, po si jo politik. Nuk ka të jesh kandidat dhe jo politik do thotë mos ti jesh qenie fare. Që nga Aristoteli thotë qenia është politike herë në radhë parë. Jo partijak, muhabet tjetër. Idioti nuk merret me politikë. Jo partijak është koncept tjetër, pastaj po si jo partijak. Në dorë të kujt do të bjerë kandidimi i Tiranës? Kur shqiptarët kanë gjithë sytë kanë gaselia e Partisë Demokratike. Dorë e dyta, që është shumë e rëndësishme. Si mund të jetë në një shoqëri të lirë një kandidat i cili është jashtë partive politike. Po ne kur të bëjmë këtë zgjedhje, ne herë do të pretendojmë ku e kemi indikatorin e demokracisë në vend. Po çaj kemi partitë politike. Po ti ke të kapur, ke këtë biznesin e ke të kapur. Ti ke shumicën e njerëzve ata që ishin rebel, kanë ikur nga Shqipëria dhe po tentojnë të ikin çdo ditë nga Shqipëria. Do thotë që edhe njerëzit që mund të bëjnë një revoltë ose mund të bëjnë një rezistencë qytetare, i popaksohen ditë ditës. Ke administratë publike, administratë qendrore, ke gjitha në dorën e një individi. Si do të bëhet? Mediat i ke gjithat kontrolluar nga një individ sepse është biznesi i kapur. Si të thotë Departamenti Amerikan i Shtetit, nuk po e themi ne, se kemi dëshirë ne ta nxjim situatën. Po vë gjova o policia o gjykata o media. Ky kandidat i lirë që na vjen, ky kandidat i lirë nga arsimi, nga këto, ke gjithë elita të tjerë intelektuale i ke të kapura. Me interesa të caktuara me çfarë do kishin folur. Po s'let kërkush, ke parë, s'ke një raport të një profesori ekonomie, s'ke një raport me gjendën ku jemi. Ke gjithë universitetin e ekonomisë, nuk ke një studim për klimën e biznesit në Shqipëri. Do të presim Departamentin Amerikan i Shtetit të reagojë. Atëherë, kur vjen ky kandidat i lirë, me kë do ketë partner ky kandidat i lirë? Kë do ketë partner? Partinë Demokratike do ketë, dhe strukturat e saj, dhe gjithë mekanizmin që ka ndërtuar Partia Demokratike në këto 30 vite të ekzistencës së saj. Po atëherë, kur i ka Partia Demokratike, pse do ta kërkojnë nga jashtë kur ne i kemi? I ka. Le ta nxjerrë vetë kandidatin, se me njëjtën struktura, me njëjtën fuqi, me njëjtën ide, me njëjtën mentalitet të kësaj partie, kur ke gjithë kapacitetet intelektuale, ekonomike, njerëzore, edhe votat, pse do ta marrësh nga jashtë? Për çfarë arsye? Me idenë për të zgjeruar të elektoratit. Po jo, Partia Demokratike rritet duke dhënë shembullin e vet. Partia Demokratike është parti e madhe, nuk është parti kioskash. Nuk është parti që u ngritën 2 biznesmenë ndërtuan një parti. Është parti e revoltës qytetare. Është parti që holli dogmën e komunizmit poshtë, është parti që futi Shqipërinë në NATO, që bëri liberalizimin e vizave, është parti që ndërtoi pluralizmin në Shqipëri, ndërtoi klimën liberale në Shqipëri, që këto duan ta mohojnë liberalizmin të djathtë. Pra, pasuroi peizazhin e Shqipërisë, nuk e la moda. Ti komplekset po thonë. Ti do thonë ne kjo parti kaq e madhe duhet kërkoj të marrë uha kandidatët. Ajo i ka gjithë kandidatët, ka dhe potencialin. Mjafton të ketë vullnetin për ta bërë këtë gjë të tillë. Dhe e dyta, nuk do të ngeli partia në liderin e saj, Sali Berisha. Se po shohim, ka edhe një mentalitet jo Sali Berisha, jo sa idiot, kupton se dalin nëpër media, ju edhe drejta tani kujdo për me dalë nëpër media. Sali Berisha është tashmë në moshën që ka karrierën që bëri, luftat e veta i ka bërë dhe i ka realizuar gjitha luftrat. Nuk ka ambicie personale më tani.